Pash diku në rrjetet sociale që po zhvillohet një debat rreth atraktivitetit një personalitetit që quhet Gjesti. Unë se di saktësisht se çka përfaqëson ai njeri, po e pash që ka një atraksion edhe që në një varrim është fotografu, është incizu. Çka ndodh nëse unë se di, domethënë nëse personaliteti i cili përfaqëson Gjesti shndrohet në elitën e re politike kulturore të Kosovës. Unë e kam përshtypjen që është shëndru. Është shëndru. Gjesti ka qenë një pjesëmarrës në Big Brother. Një djalë që ka bo gjana që na nuk i konsiderojmë normale, është pëlqyer shumë pi publikut se ka arrit mi qit pi taktit krejt tjerët, po me gjeste sikur të një gjeste si të një fëmije. Edhe ka fitu simpatinë e publikut, ka dal pi Big Brother të Kosovës në një mënyrë çuditshme se e kanë vendosur kështu në një duel mes një kundër kandidate, mase që ka bosh Big Brother në Shqipni, e ka shfrytzu këtë moment edhe e ka marrë atje, edhe e ka fitu Big Brotherin atje, u bo halama, i famshëm, plus që ka Kosova, hala e ka këta pak që kur të fiton në Shqipni, këtu jema se jena king, si kur a i lepri që ka ranë gjirë zez, kur ka shku të lepra ka thonë, qka jeti kështu, ka thonë një mbreti i leprave. Ai, kur erë tu, ke mbreti i leprave, Gjesti t'i vdes një vlla i mitur, në një aksident, një tragjedi. Edhe një vajzë me cilën ka pas afera, që mi thonë asaj në Big Brother Albania, kam pas një marrëdhënie shumë toksike, do më thonë që publiku është fascinu me atë marrëdhënie, ajo është një marrëdhënie jo normale totalisht, ka ardhur tash në vërrim se këta mos flasin, edhe ka përqaf këta për me ngushëllu. Edhe çka sheh aty është gra, burra, relativisht në moshë, për shembull kjo nuk është mas në traditën tonë, as kur me nxjerr telefonin dhe me incizu njerëz të u përqaf, të u ngushëllu me njëri tjetrin. Edhe aty është ajo fotoja ku këta janë të u përqaf edhe krejt çka ndodhen për atyne janë me telefona në dorë të incizu me kap momentin ku A është ajo metafora e shoqërisë kosovare? Fatkeqësisht po, shoqëria kosovare po kthehet kështu në një adhuruese të madhe të spektaklit. Shqipnia e ka pas shumë. Edhe na kena kesh pak me ato, na thonë qysh mujnë këta me debatu ashtu të bërtit, edhe tash edhe neve na ka kap qa e valë. Po kjo është, ndoshta nuk është fenomen shqiptar. Jo, është global. Edhe njeni prej produkteve të këtij fenomeni është shëndrimi i politikës jo në prodhim të një procesi mendor, por shëndrimin e politikës në një formë të manifestimit teatral. Po, sot po e shohin krejt në fushat. Të më thonë kena kandidat të AKs, Bek Berisha, i cili ka dalë thjesht me bo show. Nuk menoj që ajo ka për një meç që mundet me fitu në komunën e Prishtinës, edhe është të e bo një fushat që po e imiton këto kanë ekzistu domeme me Çak Norrisin, që Çak Norrisi është i fortë dhe bën gjithçka, tash kjo ka adaptu që ato në fushatën e vetë që Beka bën gjithçka. Komplet spektakël. Po që është normale në fushat. Fushatat janë për nga natyra. Kanë një lloj spektakli në vetë. Po deve që na s'kena ujë, s'kena rrym. E tash problemi është ky, domethënë a ekziston mas kritike brenda popullatës e cila kërkon rrym, kërkon ujë, apo ekziston mas kritike popullatës e cila e shikon kush është më i forti edhe ndamje kush kujt ja ka i ka thonë një fjalë më të rënda apo kështu. Gjesti ka fitu të bo, do më thonë Big Brother, me gjitha atë pritet me fitu një karakter që është i fort, ka studime që thojnë që personi që fiton e përfaqëson masën kritike të çatij veni. Zelenski, presidenti i Ukrainës, ka qenë një komedian i cili ka ardhur pikërisht të bëjë show, të bëjë gare me Ukrainën me faktin se s'kan pas plot gjana elementare dhe u bë president dhe tash i ka një luftë në dorë. Nuk është veç fenomeni joni, është global, ku njerëzit do më thonë
mënyra që është votojnë, me pas që të formull, këshëm kandidu dhe i këshëm fitu krejt. Mënyra që është votojnë është e çuditshme dhe zakonisht mujna me studiu mas i ka ndodhë, arsyet pse. Është shumë interesant, krejt foljen për ujin, për rrymën e kështu. Po mos që ata njerëz që kritikojnë, marrin pjesë në fushatat e politikanëve që nuk ka adin, për shembull dikush tha, kush më adreson mu çështjen e Borllogut unë çati, po është na si ne mësuan Kosovë gjithë ta adreson dikush atë çështje, po ajo s'ndodh mas anej, domethënë qysh me mat politikanin sa është i besueshëm. Përvoja në të kalumën, na njihemi kështu si shoqëni që kena shumë memorien e shkurt. Më thonë ka plot njerëz që kanë bo gjithçka në Kosovë dhe prapë rikthehen